do të kuvendi përmes një vendimi t'ja jap një epilog votimit të fshehtë. Sepse në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nuk ka kurrfarë instruksioni i cili thotë që do të kthehemi dhe do të tërhiqemi prej votimit të fshehtë. Konsiderojmë dhe shpresojmë që tashmë lëvizja vetëvendosje do të reflektoj dhe së bashku do të arrijmë në një kompromis që ta nxjerrim vendin nga kjo situatë e krijuar. Kemi pa edhe prononcime të ndryshme nga eksponentë të lëvizjes vetëvendosje, të cilët në fakt e kanë në plan ta vazhdojnë këtë ngërç politik duke e bë një interpretim ndryshe nga krejt Kosova të gjykimit të gjykatës kushtetuese. Nëse ne vazhdojmë me të vjetën edhe pas vendimit, do të jetë problem pastaj me kriju një situatë të re. Në popullata jemi zgënjym, këta nuk e meritojnë asnjë deputet më të ardhmen për me mu kandidu. Mendimi im është të dy palët nuk dëshirojnë me formu qeveri. S'ka të lutje, ati ka regula, duhet me nderu kushtetutën, dhe s'ka tjetër.